Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, ju përshëndesim me përshëndetje më të bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në edicionin e radhës Miftinia Podcast me mysafir të ndryshëm nga vendi ynë dhe jashtë vendit tin, me tema të lloj-llojshme nga disa gjërat të cilat na i bisedojmë në Miftinia Podcast. Prandaj këtu sot kam nderin e veçantë që të kemi një hoç nga diaspora. Hoç Halili, mirë se na erdhe në Miftinia Podcast. Zoti ju nderoft. Hoxha, zoti ju shpërbleft, shumë faleminderit për ftesën. Ju përgëzoj për këtë iniciativë, lut Zotin xheleshanu që të jenë të vishme e dobishme inshallah, këtë botë edhe tjetër inshallah. Amin inshallah. Hoç i nderuar, është kënaqësi edhe një herë që t'ju kemi në Miftinia Podcast. Edhe je pjesë e mysafirëve të ndryshëm që kemi patur aty në ulsën tënde. Prandaj këtu do të kisha dashur më një herë, e di që më thonë ju jetoni dhe veproni në Zvicër, por një paraqitje shkurt për kush është Hoxha Halili edhe çfarë bën Hoxha Halili atje në Zvicër. Zoti nderoft. Faleminderit edhe një herë. Përndryshe Hoxha Halil Ademi në Zvicër, në xhamin Tulipan, qendra, domethënë dikuni jemi që 3 vite për 4, domethënë si qendër. Me hapësira të mëdha, por ndryshe si imam shërbej, dikuni jam që 7 vite atje, ndërsa në diaspor po foli, por ndryshe në rrethin e Shkupit, domethënë. Hoç studimet që kem kryer në Jordan dikuni 11 vite. Alhamdulillah. Hoç, pasi që të kemi edhe pjesë tonë dhe je pjesë e pandalshme e Miftinisë së Shkupit, edhe për neve paraqet një nder që të kemi në Miftinia Podcast edhe të shohim si një hoç tonin. Ja, Rab. Prandaj edhe Allah i shpërbleft. Amin. Që pranuar ftesën. Hoç, do të kisha dashur kështu të filloj jeta fetare atje në Zvicër. Shpesh herë neve na thuhet gjëra, dëgjojmë gjëra të ndryshme, që atje është një sistem shumë i mirë, ngjason shumë, por ne besoj që kemi modelin më të mirë që është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ja, e vërtet. Wala qad kana fi rasulillahi uswatun hasana. Me të vërtet keni shembullin më të lartë profetin Muhammedin alayhi salatu wassalam. Dhe falë Zotit, shëmbulltyra jonë e Muhammedit alayhi salam, si na e dim jeta e tij në Mekke për shembull, dhe jeta e tij në Medinë, dallime për shembull në aspektin e trajtimeve të temave, mënyrave, kështu me radhë, që vetë profeti Muhammedi alayhi salam që jena të rrotulluar nga ana e Zotit të ndjekmi hapat e profetit. Dhe kuptohet komuniteti jon, musliman ton, hoxhallar ton, Zoti nderoft inshallah që janë atje me vite kanë tentuar ta paraqesin mënyrën më të bukur dhe më të kapshme të jetës fetare në perëndim, veçanërisht prej ku vijm, domethënë në Zvicër. Kuptohet, jeta fetare kemi na tash Kamashëzën që llogarit dikuni mbi 60 xhamia që janë në ombrellën e saj të komunitetit musliman shqiptar. Dhe mënyrat e funksionimit mes asaj që ndëgjohet edhe shihet, kuptohet tash nëse folmi dikushi për mjaltën e kështu me radhë, kuptohet është ndryshe prej atij i cili e shijon. Edhe për atë ju ftojmë ndoshta, inshallah të veni ande edhe të jenë ato urat ndërtuese me të cilat funksionon, ku fal Zotit elhamdulillah janë prezente. Mënyra e fetarisë ose trajtimit, kuptohet perëndimi nuk do të më harruan se na jena pjesë asoj shoqërie atje ku shkojmë dhe ti në atë pjesë të shoqërisë ka ligjet, ka rregullat, ka standardet, ka lëvizjet e saj dhe ti në ombrellën e asaj ku je do të qëndrosh, pasi që edhe feja kështu na mëson edhe neve. Jeta e perëndimit do të kisha më thonë nëse krahasohet tash për shembull puna e vendeve, jetës fetare atje, pak i shkuptime tash për vëllezërit ton këndej që lëvizin, por xhamiat e perëndimit luajnë rolin, do të kisha më thonë, më afër të asaj të sunetit.
sa thua tash mos keq kuptohemi prej vëllezërve që na ndjekin, po xhamit atje luajnë rolin edhe të identitetit fetar, edhe të identitetit kombëtar, po folim vjetrasha tash, jashtë peskove të namazeve, jashtë ligjeratave. Një hoxhi atje për shembull tenton maksimalisht të bëjë edhe punën e mualimit, ku për shembull si xhami Tulipan kemi 150 nxënësa, domethënë shqiptar tonë që janë lindur atje, domethënë ku jem 4 mualime, 5 mualime, domethënë të cilët bashkarisht kemi ndihmën edhe për krahjen edhe të medresantëve që fol Zotit, shumica e tyre kanë kryer këto, për shembull Hoxh Bekimi dhe Hoxh Ibrahimi, të cilat në Prishtinë Ibrahimi e ka kryer, po janë njerëz të cilët domethënë gjenden edhe jashta, do të kisha më thonë, punës jetës fetare, obligimeve, standarde që janë, si khatib, si ligjërues, edhe si peskote namazit, edhe si muallim të njëjtën kohë, jashtë asaj na kemi edhe një diçka si selsorger që quhet, ose shërimi shpirtëror, ose ajo ana e psikologjisë, afërsia me njerëzit. Për shembull, hoxhën e kije të kyçur në për spitale, në për spitale ku nevoja e muslimanëve për shembull kanë drejtën me ftuën dihon prej hoxhallarëve me u gjind momentet e vdekjes ose ka raste të ndryshme të cilat janë. Hoxha është, ose kemi raste të tjera të cilat vetë edhe jam I angazhuar puna e burgjeve për shembull, shkojmë edhe prezantojmë jashta këtyne obligimeve që janë interne, po tham, me botën islame, me botën e muslimanëve, veçanërisht edhe me shqiptarët ku kemi edhe ato ana fetare që pejgamberi alayhis salatu wassalam ka qenë shembulltyr edhe me eksternën, jo vetëm me internën, se ka ndonjëherë kohë dim me mbetën vetëm në internën tonë ashtu. Edhe me eksternën ku kuptohet kemi institucionet e shkollave, për shembull, institucione I komunës me obligime të cilët kanë kërkesat e tyre, kuptohet në aspektin fetar, për shembull, çish mundet një xhami, një imam për shembull të jesë në shërbim të atij komunitetit dhe instancave të shtetit atë që do t'i sjellin dobi fundjes neve si shoqëri, si tërësi. Shumë bukur për dallim prej neve është që ndoshta shumë tepër na mungojnë unë ndash faza e burgjeve, ndash faza e pjesa e spitaleve që nuk e di, domethënë atje në Evropë është më tepër e theksuar kjo çështje. Edhe besoj që është shumë e nevojshme. Në realitet kur e thojmë pejgamberi alayhis salam ka qenë shembulltyr. Çka nuk kuptohet kjo? Faktikisht të jesh në çdo situatë dhe në çdo vend dhe në çdo moment të një besimtari ose të një njeriu, pa marrë parasysh sa na kemi shumë trajtime që pejgamberi alayhis salam xhenazë kaloi atë parë u çun kom shkoku se ishte edhe pse ishte jehudi, disa prej sahabëve I thanë ja Rasulullah te xhenaza është plus edhe jehudive në Medinë dim rastet se puna e tyre çfarë kanë vonë, por po përgjigjja shumë e thjeshtë, lejse nefsen. Mënyra e trajtimit profetik është ndryshe, domethënë a nuk është njeri, a nuk ka shpirt, a nuk është, domethënë, edhe tash kur e tentojmë dhe e shiqojmë kështu në këtë formë, domethënë çështja e fesë dhe fetarizmit edhe hoxhallarëve për shembull e kap edhe shumë më shumë. Tash me dallimet për shembull që mundet me qenën mes një hoxhe në rrethin tonë për shembull në trojet tona dhe atje, ajo është se hoxha gjithmonë do të më kanë shembulltyr, po mbi gjithave atje ka një trajtim pak më ndryshe. Trajtimi që do të më patën kujdes edhe punën e sjelljes me njerëzit të cilët ballafaqohemi për çdo ditë. Ballafaqohemi në format e ndryshme, domethënë që I kemi. Jashtë atyne që ndoshta edhe njëna prej pikave që nuk u cek këto raportet mes kishave të atje, shef për shembull KMSZ-ja gati çdo vit. KMSZ-ja është komuniteti musliman shqiptar I Zvicrës, domethënë organizon turnire për shembull me priftërinjë dhe hoxhallarët. Edhe pse shpesh kena ndodhur që hoxhallarët kanë dalë fitimtar, kështu në aspektin e kanë fjalën e sportit. Mërë po ka domethënë ndërtim çdo xhami ose çdo objekt
tenton të kese ura lidhëse me komunitetet tjera atje, veçanërisht të anës fetare, kisha me thonë. O që sigurisht keni edhe vizita që ju bëjnë në xhamisë Tulipanëve, është një ndër xhamit më të bukura në pamjen e saj. Ka mahnitje, ka interesim. Ja, e vërteta është se qendrat në Perëndim kanë atë bukurinë e saj dhe i përgjigjen kërkesave të vendit edhe Tulipani ishte një përgjigje e kërkesave ka moqme të asoj shoqërie. Dhe falë Zotit, kuptohet, Zoti na mundësoj që të jemi pjesë atij karavanit ku sot e gëzojmë bashkërisht me shoqërinë islam, musliman edhe jo musliman të tjerë. Kemi vizita të ndryshme, duke nisën prej atyne të anës muslimanëve, besimtarëve, veçanërisht dita e premte për shembull, shpeshherë shoh mitarka të kerreve, të cilat janë prej qyteteve të ndryshme. Dhe hapësira atje është diku në djerë me 1000 diçka që persona që dita, veç pjesa e poshtme, domethënë që i kap jashtë asaj që edhe gjinia femërore, për 5 kohët e namazit, është si për gjinin mashkullore, ashtu edhe për gjinin femërore, është prezente jashtë asaj na kena për shembull termini si zakonisht kanë shkollat e ulta për shembull ose shkollat e mesme kanë çështje të cilat ka të bëjnë me religionet, me fetë. Edhe si zakonisht tentohet gjithmonë me qenë Tulipani ose qendrat islame, po veçanërisht kur bëhet për një qendër tentohet te Tulipani mu sjellën. Edhe kemi vizitat muslimanëve tonë që vënë, domethënë ditave të premta jashtë namazeve tjera, domethënë që kemi vizita, pastaj kemi të shkollave, domethënë që vënë, po kemi edhe të instancave shtetërore, domethënë që vënë, ku është Tulipani është një qendër me të cilën kanë kërthy atë modernizmin dhe elementet fetare. Edhe besoj që kjo e ban pak diçka më speciale, më ndryshe prej qendrave tjera, edhe pse fundit shpejt e Zotit janë këtë bukura janë pa dyshim te kjo pikë. Mirë po vizita kemi, po neve që na ndihmon atje, domethënë sinkronizimi dhe harmonizimi mes asaj modernës si arkitekturë dhe përmbajtjeve të elementeve fetare. Edhe kjo e ban diçka më speciale. Vizita ndryshme, domethënë gjithë kemi, po edhe alhamdulillah që edhe tash me ardhjen edhe të Ramazanit kemi nga muftinit e trojve tona duke nisë prej Maqedonisë, të Kosovës, të Luginës, vizitat që e bën, po them tash prej tonëve domethënë muslimanëve tonë. Patjetër. Po që xhamia tash po luan rolin ashtu edhe sikurse dhe e kemi titulluar dhe këtë podcast modeli pejgamberit sa e luan pikërisht rolin që pejgamberi sa bëri atë që shkoi pikësparin në Medinë. Pra mënyrë është ajo pjesa që të ndërtoj shtëpinë e Zotit. Pra thjesht kjo është ajo piknisja. Ja këtu ruani edhe shumë gjëra tjera dhe bëni shumë gjëra tjera. Ashtu është shembulltyr pejgamberi alayhis salatu wassalam në jetën tonë, po Zoti nderoft edhe xhallarët tonë, të cilët kanë qenë paraprakisht, ku nuk do të ishim na ku jemi tash nëse nuk kishin me qenën ata të cilët kanë qenë në rrugën e profetit Muhamedit alayhis salam. E kanë pas sfidat e tyre kur folet para 40 viteve me këtë tash 2025 për shembull që jem. Po ajo do të kishim thonë hedhja e farës së hajrit në mesin e asoj shoqërie e ka dhënë atë bereqetin e tashmës. Pejgamberi alayhis salam në Medinë kur shkoi, kuptohet, atë parën se në punën e vllazëllokut, alhamdulillah, më pastaj çështja e ndërtimit të një objektit me të cilën ky vllazëllok, ky iman, ky islam do vend ku njerëzit pozicionohen, ku njerëzit do të tubohen, ku ezani do të ftojë 5 herë në ditë, ku ata do të rreshtohen me një saf, ku do të drejtohen me një imam, ku do të drejtohen me një kibel. Edhe prat edhe perëndimi, do të thonë veçanërisht edhe xhamia, qendrat, na duke pasur parasysh se ka shkohat atje, folët
gjuhën gjermane dhe folët me gjuhën e realitetit atje ku jetohet në aspektin e kulturës, mentalitetit, religioneve të ndryshme të hapura. Mirëpo është një fakt i vërtet se ka të shkojsh folit gjermanisht, shkon me gros, kop, këndej, andej folit në gjuhën gjermane, edhe ki ato standardet që janë kërkesat, mirëpo qendrat islame atje, ose qendrat kulturore të xhamit veçanërisht, e luajnë atë rolin që edhe aspekti fetar të ngritet, të kultivohet, por mos të harrojmë edhe një diçka që dallon prej vendeve të këtu të kisha me thonë, kultivimi i vlerave kombëtare. Tentativat gjithmonë që me lidhen pjesën e komunitetit tonë musliman, shqiptar, me trunkun e saj, e cila është e quajtura vend lindje. Vend lindje. Ja, kjo është. Edhe këtu desha me dalë që shifët edhe tash bota është, mendoj, është nështë shumë e vogël, për shkak që na ju ndjekim hap pas hapi, pik pas piku, po njëkohësisht edhe ju neve na ndjekni, dhe kështu që me thonë ne jetojmë shumë larg, po realisht ne ndjekim një tjetrin. Do të thonë shifat që kemi me zemër edhe me shpirt edhe me iman, elhamdulillah. Tamam, po që edhe shifat që keni shumë edhe ju dhe xhallahu të tjerë. Ka shumë programe për ruajtjen e traditës kombëtare edhe fëmijët. A është ki ndoshta qëllimi edhe angazhimi shumë i lartë juaj, edhe ajo frika që fëmijët mos të marrin një kohë, një orientim ju i dëshirueshëm nga ana juaj. Si hoxh, po njëkohësisht edhe xhamati i xhamisë besoj që kanë edhe ato. Po realiteti është se edhe para ndërtimit të objektit, po edhe jo vetëm te tulipani, po edhe vende të tjera, për shembull, e vëren që edhe të dhanurat e tyne, sadakas apo ndihmës që japin ose antarësisë për shembull, ose që japin për institucionet atje ose për qendrat, është mund nga fakti se jemi një shtet demokratik që i gëzon ato drejtat e tua, po interesi i prindve edhe i familjarëve duke pasur se jeta është shumë dinamike atje, edhe tentohet me mish me shpirt që në këtë drejtim, domethënë të dirigjohen edhe instancat tona ose qendrat tona që të kultivohen vlerat fetare edhe kombëtare. Edhe para më kujtohet fort mirë edhe para ndërtimit të xhamisë Tulipan kur ishim në proces sipër, ka qenë njëri prej vëllezërve tonë katolik shqiptar i Kosovës, edhe pa të ardhur kur e shoh kishte sjell me veti disa tolla, thash, sa o gjaban për xhamin me thonë. Thash, pse po parashtron pyetjen? Tha jo se ka të bëjë me punën e xhamisë. Ja, thash gjithsesi mundesh me thonë, edhe ajo është përkundrazi. Po thash, a ka mundsi kur kam parasysh se bën fjalë për qendër ose xhami, Tulipan në këtë rast, po tham, a ka mundsi pse po e ban ti? Kur ka të bëjë, domethënë, kjo xhami është, nuk është kish ose tha vetëm një send e di se dita e premte për shembull, kur do të ligjeron në shqip. Edhe ata njerëzit cilët do të bëhen, do të folin shqip në këtë vend. Pa për arsye se në Banhove, në për gjitha vende tjera folët në gjuhën gjermane. Më pastaj tha edhe fëmijët tonë, kur do të vëmë pa marrë parasysh se në tjetër feje i takojmë, mirë po do të folin shqip. Edhe para të tha, besoj që ja vlen nga kjo pasuria ime, sa kam të jap për kontribut për anën kombëtare. Edhe kuptohet në aspekt të fesë edhe të komunitetit tonë, shohim edhe xhamijat shumë për shembull atje, edhe plan programet e tyne, që tash me 17 shkurti për shembull, merri shiqo Facebook-at e xhamive tash për shembull, do të shohësh tribuna të ndryshme rreth asaj ajeteve kuranore që ju kena krijuar në popull e fise që të njiheni, edhe shef se ka një farë ngjyre ose 28 nëntori xhamia gati këtë bon, po tham ato shqiptare, kuç edhe zi kështu anin, si ngjyra e flamurit, edhe trajtimet e hoxhallarëve për shembull tentojnë datat,
punën e gjuhës, punën e çka ka të bëjë personaliteteve, për shembull si familja jashtare, kështu me radhë, gjithmonë të spikaten, domethënë në data të veçanta, ku kuptohet, kjo është një farë kthymi tek gjenerata, unë nuk po foli tash për gjeneratën e parë dhe dytë, se ai është i lindur në vendin e lindjes, që mundet me qenë nga Maqedonia, Kosova ose Lugina, por po mos harrojmë se gjenerata e tretë, e cila shoqëria jona atje në perëndim është e treta edhe e katërta, katin disa kamri, vend lindje e tyne është Zvicra. Dhe këto është një farë lloj mes sfidës, mundësisë dhe organizimit për më të mirën tek gjenerata e tretë dhe e katërt. Tash kuptohet, si xhamia, si KMSH, si komunitet musliman shqiptar i Zvicrës, kuptohet, mos ta anashkalojmë edhe vëllezërit tjerë, të cilët kanë organizatat e tyre, të cilët kontribuojnë këtë drejtim. Po janë mënyrë gjithsesi mbas takatit, fuqisë vetë dhe rrethanave që kufizot. Mirë po në përgjithësi, Zvicra e ka aspekti i xhamive, në Zvicër e ka atë bereqetin e saj, sidomos mes asaj fetarës edhe kombëtarës, edhe do të kisha me thonë, edhe pse fetare, kombëtare, kështu, këtë është islame, mirë po për mu kuptu edhe asaj njerëzorës, kisha me thonë, trajtohet edhe luan rolin e saj. Kjo është më e rëndësishme. Kjo është edhe më e rëndësishme. Fitratullahi leti fataran nas aleha, Allahu me cilën i ka kriju njerëzit në pastërtia e cila është ajo njerëzorja, kam fjalën këtu. Prap jena në temë besoj, do t'ju kthej se ndoshta keni qenë kohë gjatë në Zvicër, tani jeni këtu, ndoshta shkurtimisht, por kjo vendlindja pak a shumë i ndeson edhe asaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e lëshoi Mekkën, por që koka dhe mendja edhe shpejti ishte edhe nga ana tjetër e Mekës, edhe pse ai arriti që ta kultivoj gjithë këtë shtet të fuqishëm islam, të fortë në Medinë. Përsëri ajo zemra, më thonë, ishte nga Mekkeja. E tash lishmëria juaj shpirtërore me vendlindje. Mos na prekni shumë rreth vendlindjes se jem gatshëm pastaj më njëherë me shpërthoj. Subhanallah, ajo është fitret, është ndjen të cilën Zoti xhaleshanu e ka venduar çdo njeri. Ajo nuk po foli tash në aspektin fetar, po veç me thonë kështu në aspektin e psikologjisë dhe zhvillimit, për shembull, mos harrosh se pse quhet vend lindje, vendi ku ke le, faktikisht vendi i familjarisë, vendi i shkollës fillore, vendi i shkollës së mesme, vendi i rrugëve lagjës, vendi ku ti zhvillimin tënd që e ke arrit për shembull 18 vite, 20 vite, po foli personalisht për vetveten time, se me 19 vjet veç më ishmi një herdan atëherës. Këtë ajo ndërtim është si proces i kohës edhe vendit edhe njerëzve të cilët e ke jetuar. Edhe si zakonisht ajo e para gjithmonë të jetë në zemër dhe në shpirt. Edhe kjo është në aspektin e, do të kisha me thonë, psikologjisë dhe zhvillimit tonë, por po mos harrojmë edhe një diçka në aspektin fetar, për shembull. Na e shohmi pejgamberin alayhis salam në kodrat e Mekës, kur ngjeta vallahi me billah sikur oj Mekke i vendi më i dashur, sikur populli jot mos të më kishte nxjerr asnjëherë nuk të kisha kthy shpinën. Tash janë rrethanat, janë kushtet, janë dertet, do të kisha thonë, po mbi gjitha janë kaderet e Allahu xhaleshanu që jo veç pejgamberi alayhis salam, gjithë profetët kanë qenë në hijret, po esencialisht do të kisha me thonë kështu, natyra e njeriut ose njeriut të parë, vend dhe lindja ose vend krijimi i parë ishte parajsa xheneti. Edhe por atë mos harrojmë se po jena vend lindja e jon kjo, Shkupi, Nikishtani për shembull, se vendet pika vim, por po edhe të njëjtën kohë me esencën fetare, na jemi gjithmonë
në për hijrete. Hijreti nga parku i nonës në këtë botë, më pastaj hijreti intern këndem, po mos harrojmë edhe profetët alayhimus salatu wassalam kanë qenë të tillë, Ibrahimi alayhis salatu wassalam, Nuhi alayhis salam me anije kështu më radh, gjithë profetët, por mos harrojmë edhe një send tjetër se apet janë në hijret. Kullu nefsin dha'iqatul maut, çdo kush do ta shijojë vdekjen. Po inshallah me iman ya rab. Lidhshmëria është dhe nuk është veç fjalë, veçanërisht tek xhamiat e Perëndimit ose do të kisha më thonën tek institucionet atje, për shembull ku frekuentohemi, nuk është veç fjalë, sa është edhe vepër. Se me të thonën hoxha du për hir të Allahut e kështu po ajo vërtet është me thonë, nuk dishtojmë njetet e njerëzve, mirë po mes fjalës edhe praktikës është një farë lloj distance e konkretizimi i fjalës, kur konkretizohet me vepra, atëherës shifet sinqerisht mes fjalës që u ka thonë, ose fjalës paraprake që u ka thonë. Dërsa vendlindja nuk po foli për halil, po foli për komunitet, trojeve tona, duke nis prej luftës së Kosovës, ose para luftës së Kosovës, s'ta morëm veç atë kondin e luftës, mirë po çdo familje ndesh në trojet tona e ka pas kanë idealin edhe jashta vendlindjes, shkaku që për me sjell dobi për shembull ekonomike në vendlindje tek familja. Jashta asaj pastaj kemi puna që u ka vërtetuar me vepra, puna e luftës, puna e ndihmave, domethënë që ka qenë pjesa e Kosovës, pjesa e Maqedonisë, puna e tërmeteve, puna e ndërtimeve për shembull, tërmetit që falni punë e tërmeteve që ishte edhe në Shqipëri për shembull, kam është se dikunin mbi më tepër se mos më kapni për cifra tash saktësisht, po mbi gjysmë milioni domethënë që xhamiat organizojnë. Jashtë asaj që tentohet gjithmonë, domethënë lidhshmëria mes vendlindjes, puna e tribunave, puna me organizatat, e kam fjalën me bashkësitë, me qendrat, gjithmonë shohim që janë të harmonizuar dhe sinkronizuar në aktivitete me njëra tjetrën. Edhe kjo e jep që ende jemi gjenerata e parës edhe e dyta, pjesërisht edhe e treta, edhe pse me dallime, që ende janë për vendlindje jo vetëm me fjalë, por edhe me vepër. Edhe me vepër. Dëshmuar. Hoqë për ta përfunduar dhe për të rrëmullaksuar këtë bisedë të këndshme me ju, besoj që keni edhe ata mesazhe të cilat shpesh kur vini këtu tek familja juaj dhe vizitoni edhe vendin që edhe keni filluar karrierën e juaj si hoç, shpesh dini që t'jepni mesazhe të bukura, të mira, këshilla për shembull nga zemra, për shkak që kjo mungesa t'jep një lloj komoditeti që e thuni fjalë, nuk e din ndoshta rrethona, po e thuni fjalë, një këshill, një mesazh për shembull për besimtarët e këtij vendi. Për besimtarët e këtij vendi edhe kësaj shoqërie kisha më thonë, shërëm realiteti është çdo njeri përderisa ai ka disa të mira, nuk është që i vlerëson edhe din. Për shembull, na tash kemi durt prezent, sot kalova këndej pjesën e Qershish, posh një organizim, domethënë që kishte të bëjë për ata njerëz me aftësi të kufizuar, ku na i kena, edhe nuk dim të vlerësojmë, sikur disi na duket në vetveten tonë se e kem zoti e ka obligative patjetër, ne na i dhon këta. Për atë dallimi mes kafir që i bjen na me but kuptimin kur i thojmë kafir dikuj, i bjen domethënë ai kafir koka. Jo. Në aspektin gjuhësor ka të bëjë kafir mohues i çfarët, mohues i mirësive. Nuk folin aspekt fetar tash, po folin aspekt gjuhës. Edhe për atë unë mendoj që populli i dashur do të më qenë më mirënjohës ndaj Zotit, mas pari numër 1. Mirpo numër 2 që do të më qenën është se feja na ka mësuar të jemi mirënjohës edhe ndaj njëri tjetrit. Të jemi mirënjohës edhe ndaj njëri tjetrit me obligimet se natyra e njeriu është qenie sociale, shoqërore, me cilën ai nuk mund edhe në xhenet me kon veç çka bën. Mirpo kuptimi qëndron atëherës kur na jena bashkë, po kur jemi bashkë kuptohet
pak dush me bo durim me mua dhe unë pak do të me bo durim me ti dhe falë Zotit të me qenë mirënjohës që të kam edhe më ketë konotacion. Pika tjetër që kisha me thonë më rëndësishme se gjitha aspekt trupor, fizik ose material, e kom batu një rast edhe me këtë inshallah e përfundoj, që njerëzit tonë nuk din të vlerësojnë atë më të shtrenjtën. Po tash e di se ai fukaroja mendon se më e shtrenjta është për momentin shkaku i mungesës materia ose materialet, ose ai ish somuri që është i shtrenjtë në spital, shëndetin ashtu më radh. Mirpo duhet të dalë jashtë kohës edhe jashtë vendit, kontekstit ku jetojmë. Kem pat një rast atje në Zvicër, domethënë, vajzë zvitrane ka pranuar Islamin para disa viteve, ka qenë pjesën xhamie poshtë është burrave, pjesa natë është gjinia femërore. Kuptohet edhe ka patën motra tona, kuptohet, ka nisë me lexu muhabet e kështu më radh standarde. Që është bënd, po jashtë adhurimeve, kuptohet, nuk ka qenë ku adhurimeve, po kam pa të hujen, vajzën në Zvicran që ka pranuar Islamin, duke lexuar Koran standardja, lexim, domethënë nuk është punë e besimit që mirët tek ata baba nona ose filani, po jo, realitet nga leximi dhe përvoja. Edhe brenda kohës ka patën reagime nga ajo dhe ka nisën qaje, po jo qaje kështu standard me lodhve që ka ndalë, po diçka pak më tepër, saqë kanë vërejt më tratuar nga pjesa tjetër që diçka nuk është në rregull, janë afru, është gjithçka në rregull, mos tërë ndaj mesazh, diçka është qetësues, mos ka ndrojë dikush, diçka mirë ishte tu lexu Kur'an këtë në rregull. Thot po, realiteti është se merret mesazh, por merret mesazh prej Zotit. Isha duke lexuar fjalët e Allahut xhaleshanu se ata të cilët nuk besuan dhe vdekën ose mbaron jetën e tyre, ndrun jetë si pabesimtar. Ulaika ashabun nar, ata janë të përjeshëm në zjarrt e xhenemit. Edhe thot kjo është mua me të cilën mua më bani me gjajt. Thonë po për çfarë? Pse? Thot për arsye se baba është ateist, nana është krishtere, vllau edhe motra janë ateist. Edhe thot, ju nuk e dini vlerën e fjalës La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, se çfarë do me thonë baba, jo të me thonë La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Ka thonë për arsye se Zot mos e bën se printe me tash vdesin dhe ndrojnë jetë, kur nuk do shihe me ta. Edhe tham, kem nevojë na si besimtar dhe si musliman të jemi mirënjohës ndaj Zotit, e cila e ka emrin La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Okej, unë e di që nëse na shqon këtë podcast është ndaj materialist, ndaj dy kush, okej, kam ja dog diçka. Jo fort e sinkronizuar, harmonizuar, po ne foli me gjuhën e imanit tash edhe me gjuhën e ajeteve kuranore dhe haditheve profetike, me cilën është çka don të thot 60 vite ose 70 vite nëse Zoti na fal ose 100 vite përballë asaj të pakufishmës. Zero. Val, tash 60 vite mu humb ajo e përjetshme, kjo është me të vërtet e dhëmshme, ku na e kem në 5 herë në ditë tash ka kalojmë në përçarshi e zoni, dhe më thonë e ki 5 herë ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammed Rasulullah është prezente. Por po dini se dikunin në botë, në sketë e botës, në përqoshit e botëve nuk është prezente. Edhe për atë jemi mirënjohës dhe falemnderues ndaj Zotit. Po kur tham që Zoti na e ka dhënë La ilaha illallah Muhammed Rasulullah, ka dhënë këtë din, atëherës nëse unë ja jap një dhuratë ose dikush nga na vjen dikush na jep një dhuratë ose një emanet, do të kisha më thonë një dhuratë, po emanet. Atëherës obligimi i atij që e merr emanetin është të kujdeset për ta, edhe ta çojë emanetin në vend. Luzotin xhaleshanu që inshallah timit këtij inshallah të dim vlerën e fjalës së Zotit, të dim që jemi këtu për momentin, po jemi në hijrat gjithë, po me synim që inshallah profeti jon Muhamedi alayhis salatu wassalam të jetë shembulltyr, pa marrë parasysh kohës, vendit, rrethonave që gjendemi inshallah. Me rëndësishme inshallah Zoti në bashkëron kretëve në xhenet. Bashkarisht inshallah. Hoç, ju faleminderit shumë dhe kënaqësi e veçantë e hynja
që t'ju kemi këtu në Miftënia Podcast, emisionit më të ri të Miftenisë së Shkupit, me shpresë që do të takohemi përsëri, do të kemi raste të ndryshme dhe tjera emisione së bashku. Faleminderit shumë. Zoti ju nderoft, Zoti ju shpërbleft, suksese inshallah. Mos na kurseni kur bëhet fjalë për atë e cila është mu shënu në librat tonë inshallah për dunjën e ahiret. Zoti ju nderoft, inshallah. Faleminderit. Të nderuar vëllezër dhe motra, këto është edhe fundi i këtij edicioni. Deri në takimin e radhës, min betshi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.